ata 17.000 sa njerëz që janë quë dhe kanë nënvizu emrin tem aty, unë kam tash një farë obligimi të ndishëm ajo është me rëndësi ndaj tyne, po vetë se nuk kisha dasht me, si me thonë, me lujt herojin me njëherë, kisha dasht me ndihmu qatë grupacion, sa ma shumë që të moj, edhe me qato idete mija me ishty për para maksimalisht që moj, me bërtite, me punu, me krejt, po nuk kom hi me një parti që është që 30 vjetë me i me bo as me bo skandale, as me lujt heroj, as me tregu që një maj meqëm si ju, kom i me thona moj me një mu në i sen, edhe deri tash, qëre ma kanë dhonë mundësin deri tash më shpres, më i mu anku, me vetë faktin që kanë dalë 17.000 sa njerëz, ata kanë dalë me votu mu, edhe përnanën në majtë kanë bo edhe një 2-3, më thonë edhe LDK-n, që kjo është e pandashme, sa do që dikush mund të tenton mi nda, me kanë dhonë besimin mu, ja kanë dhonë besimin partisë. Po e kam obligim pajtona me ty tash me mbrojt interesin e qatyne njerëzve dhe njerëzve që nështë asë më kanë njoft, po kanë me më njoft kadale. Po. Për besi ke shpjegu dal nga dalë dhe për mu ke knasi që e dëgjova mënyrën se si e she ketë ki gja. Qka është ka ndodhë në DDK? Tash nuk jam antari i kryesis, nuk jam antari i kuvendit, do të mbahet kuvendit, do të ketë diskutime, po ma mërmenja se nuk jam iftum. Qështë si e iftum? Nuk jam iftum, nëse jam pjesë sëm delegat. Okej, po me siguri një ftesë do të me pasi... Deri tash të s'kam, po nështë ta ku me pas ftesë. Si deputet e arë shumë i Kuvendit Republikët Kosovë? Po nuk e dia bohna deputet deri të se besej që kryen certifikimet. Po, deri sa të kryen certifikimet, po. Se të këshym rinumrimi, që përshkan. Qëre, qa të ndonë LDK është për mu, ndashta po t'ingloj pak naje, po është një pi arsye pëse unë e pata zjedh LDK, nuk kom paka shumë që kja. Unë kom dasht me qenë antari një partije politike ku ka debat, ka demokraci, ka luft të brendshme politike, ka mos pajtime edhe ka diskutime. Me pas dasht me qenë antari një partije ku dijet kush o kryetar dhe dijet kush është shqipëthën kush kullët, unë kësha shku në partitë e tjera, ku kom pas ftesa dhe për partive tjera. Unë kom mendu që LDK-ja është parti ma... Ke pas ftesa dhe për një Po, kom pas ftesa dhe për partive tjera. A më në kalëzu tash mas jenë kryes tjera? Jas, më duk na shumë i papjeko nëse kësha kalëzu. Okej. Edhe nuk... Arsyeja pse kom qetë është që kjo edhe i kom thonë, kujtohet që diskutim me partitë e tjera, kjo ka qenë edhe arsyeja pse i kom thonë nuk e shoh veten tek partia juve, nuk e shoh që jam vlerë, as që kom u bo në ere, sepse nuk kom pas zgjedhje, nuk kom pa, edhe nëse kom pas zgjedhje, ato zgjedhje janë kom pak si të pregadituna. Nështë ta me disa për ty një jam pajtu ideologikisht, por nuk jam pajtu në aspekt demokracisë, ose nuk jam pajtu ideologikisht, në me levizën vetë në do se s'më jemi bashkënu për shakt ideologjistë, nuk jam i majtë, nuk mendoj që është e mirë për shtetin e Kosovës një politike tillë. Edhe pse ata tash mos kanë me tas majtë, po si esencë, të më thonë, nuk besej që i bën mirë venit që jo. Sinqerisht nuk besej që i bën mirë. Në fakt, sinqerisht e di që nuk i bën mirë, sepse kena dhona historike botnore që qëto politika si bojnë mirë venit. S'ka nevoj këtu më konë, qëre, i thejsha fushatës për përsëriti. Unë mene që në fund të ditës s'ka nevoj me mbesu as mu, as ty, as kërkëna. Qytetari e merë një vetur, del vëzit edhe shka njere për Podujev, edhe përjeton rrugën e ndërtume prej kësaj qeverie, edhe shkon njerë deri në Ferizaj, edhe përjeton rrugën e ndërtume për qeverive të kalume. Edhe e vrenë çfarë dallimi është. Është dallim substancial në qasje. Këtu njëllë dëqysh si fokarallak, sanet janë të pakryme, nisë diçka, buhet një rreth, aty s'ka diçka, ndërsa Knena është një diçka që është e kryme, përfundume dhe është e mirë. Kjo është bu rruga për Ferizaj Shkup Shqipni është bu me buxhet kur Kosova ka pas 500, 600, 700 milion euro. Kjo Knena është tash me 4 miliard. Shkon me një shkollë, shkon me një spital, që janë konë gërmava, edhe është ndërtu diçka. Knena nuk janë gjende për 5 vjetë mi kry do qerë dhe do sen elementare. Edhe kjo është sen i matëshëm, i prekshëm, nuk ka nevoj me i besu medjave, ose lafeve, ose politikanve. Dil vetë edhe këshëri. Këshëri qka është ndërtu me 16 miliard euro, asa janë konë bugjet për 4-5 vjetë, ma shumë, gati 20 miliard, ma pak se 20 miliard për bjen, hajde pekim gjysën që shkoj në rroga shvenzime prap mesin disa miliard euro për mos me bo kërgjeq. Unë e besaj
që qoftë edhe nëse qëllimi i tyne ka qenë i mirë. Kjo nuk e zhvlerëson dështimin operacional që është bon shtetë. Edhe na kena përjetu 2 herë lëvizjen vendose edhe në Prishtinë, ka udhëheq Prishtinën gati 8 vjet. Mas 6 vjetëve u boni farndami aty, po edhe na kena pa pikërisht të njëjtin sen. Mos zhvillim i projekteve kapitale, pa guxim për me një sene. Edhe menoj kështu është tu na pritash. Nëse nuk ndodh ndaj sen, nuk e di çka mund të më ndodh. Neve kanë më na prit edhe 4 vjet zhagitje, projektet vogla, naj ure vogla aty këto që bu, po njerëzit kanë mi marë gjithmonë pak para zgjedhjeve, ka 100 euro, ka 200 euro, në fund vit kanë mi marë ka 50 euro, kanë më shpërnda dësane, ka më rritë edhe ma shumë korupcioni edhe çka ka më naprit. Ermal, jo keni përcjellë vazhdimisht politiken edhe të kom pa edhe unë, por që aktivisht tani jeni pjesë e politikës. Zgjedhjet në Kosovë, ose vjedhjet e fundit që ndodhen brenda subjekteve politike, prej vitit 2011, kjo gjë është ditë. Është ditë i madhe i vogël e ka ditë këtë punë që subjektet politike vjedhen në mes vete. Shoqin e vjedh gjithsesi. Edhe kjo ka në botnisht. Ka për shembull kandidat për deputet që asnjëherë s'ka investuar në fushat, po ka investuar në komisioner. I ka ble komisionerët dhe ashtu është bërë deputet për disa vite radhazi në shumë legislatura. Kujna interesoj edhe interesi i kujt ke që nga viti 2011 mos mu qplu kjo punë, pse ke interesi që tash mu bo që kjo? Jo, shumë pyetje e rondë edhe e vështirë për mu me u përgjigj. Unë mendoj që shumë shpesh e kemi... Kujna pi levërdis që kjo situatë? Kujna do që i levërdis dhe po të kuptoj, tash është prap elephant in the room, thojnë anglisht, është që votat po vjedhshin. Po. Edhe mu ma kanë thonë para zgjedhjeve, a ki dikën që tiru në vota, nëse kuptojsh asë për që janë të folë. Më thëshin plot njerëz që ma nuk janë në bërse të kjermal ruje, se të bojnë kështu të mëjnë. Mu tash mu kanë shtu një 100 vota gjatë rinomimi, nuk menaj që mi ka vjedh dikosh, menaj që janë konë gabime teknike, po kam pas gabime tjera, thlat nuk janë konë gabime teknike. Po vrejnë ata me mira dalimet, ato nuk janë gabime teknike. Unë mendoj që tash e kena një frikë edhe ti po thu që këto ka ndodhë dhe ma heret. Prej 2011-ës, dhe më thonë njerëz dëshmojnë që vjedhet brenda për brenda familjes së njëjtë. Tash veç paramdoj idenë që ndoshta një pjesë e deputetëve për vitit 2011 fakt nuk janë konë deputet të zgjedhur të popullit hiç. Janë konë deputet të komisionerëve. Të komisionerëve. Ata e kanë kryer. Edhe ndoshta ata vetëm herën e parë kanë bërë këtë punë, sepse pastaj kur bëhesh herën e dytë deputet veç e kini farë emri, standardi... Absolutisht, edhe ki strukturën të edhe ki strukturën të tani s'ki nevojnë ashtaj. S'ki nevojë, absolutisht. Kjo të regon që disa njerëz që kanë qenë të përzgjedhur të popullit legjitim, ndoshta nuk janë fare më në politikë. Ndoshta i kemi hupë si asete, ndoshta i kemi hupë si punëtor. Disa njerëz që se kanë meritu edhe sot kanë bërë keqpërdorime pikërisht sepse e kanë nisë keqpërdorimin e pozitës mu në vjedhje të votës.